Pas më shumë se 30 vitesh mungesë investimesh, Bashkia e Vaudesit ka nisur rikonstruksionin dhe ndriçimin e rrugëve në zonën e Stajkës. Ndërhyrja synon përmirësimin e lëvizjes dhe rritjen e sigurisë për banorët, veçanërisht gjatë orëve të natës. Kryetari i Bashkisë Kristian Shkreli tha se ky projekt po realizohet me fondet e vetë Bashkisë së Vaudesit. Sot ndodhemi në fshatin Stajk, ku do bëjmë inspektimet e rrugëve që po shtrohen. Janë rreth 3 kilometra e gjys asfalt që do të shtrohet. Këto lagje janë kanë të paprekur asnjëherë, janë kanë rrugë të mirueshme. Do të shtrohen të gjitha asfalt me ndriçim. Ky investim shkon rreth 500 milion lek. Është i bën me gjitha me fondet e Bashkisë Vaudesit dhe shpresojmë të përmirësojmë sa më shumë jetën banorëve të këtyre fshatrave. Banorët nga ana e tyre thonë se këto investime ishin prej kohësh të domosdoshme. Ata theksojnë se mungesa ndriçimit dhe gjendja amortizuar e rrugës ka sjell vështirësi në lëvizje, sidomos gjatë ditëve me shi. U lumt se për nevojshëm e kanë pasur në baltë. Bjen shi sa shtoj sa doshe, me që në zallën, në zhavar, mas të di që ma të këtë gropa. Tash asfalti zbahet, inshallah. I makinë zhavar, delshin në torë, e halla kashna, sa me ta gropa për shumë. Falënderoj edhe firmën që ka punu, ka ba punë të shkëlqyshme. Ky ishte shumë i nevojshëm se rruga ka kenë ferrat që kanë kenë të rrjeta. S'kena mujt më ndru me makinë, më ndalë në kam, se unë kam shpinja atje. Po ishte nevojshme se ishin ba me gropa, me ujna, me gjana. I kena mush me zalla, me gjana, po nuk rrite. Tash jena të lumtur shumë që erdhi koha për mu bë me asfalt. Falenderojmë Bashkinë, kryesisht kryetarin që bani këtë investim për ne. Premtimi i majtën jena shumë të kënaqur. Tash 30 vjet asnjë gjë nuk ka bën këtë rrugë. Punimet janë domethënë shumë të bukura. Tu ka qenë vend e popujt. 32 vjet bën këtu. Puna nuk ka bën asnjëherë. Jena shumë të kënaqur. Ka të shumë vite që këtu nuk është bën asnjë lloj investimit. Fal Kristian Shkrelit, kryetarit, e realizoi, nuk e kena imagjinuar herë sepse po bëhet rruga këtu në lagjen tonë, sepse na kanë lënë gjithmonë mas dore. Rikualifikimi urban në Vaudejës ka nisur thuajse në çdo zonë, ku objektiv mbetet asfaltimi dhe ndriçimi çdo rruge, me qëllim përmirësimin e plotë të infrastrukturës së munguar prej vitesh.